Mirëmëngjes të gjithëve. Në një ditë me shi dhe me trafik si kjo, mënyra më e mirë për ta kaluar ditën është të qëndrojmë në shtëpi, të ndjekim televizor, të gatuajmë receta të shijshme, të ndjekim diçka të bukur në ekran. Dhe padyshim që do të kalojnë dhe këto ditët me temperatura më të ulta edhe me rreshje shiu që sipas meteorologëve do të vazhdojmë për 2-3 ditë të tjera në vazhdim. Ne në rrezën tonë sot kemi zgjedhur të flasim për një tematik që sa i ndan dhe që bashkon dhe shqiptarët, bëhet fjalë për pronat, si zgjidhet konflikti për pronat, një plagë e shoqërisë tonë, si të zgjidhet një konflikt për një pronë të caktuar, pa shkuar në gjykatë, si cili është roli i ndërmjetësit, cili është ai ligji pronave, një ligj që ka dalë në korrik të këtij viti dhe si do të funksionojë ai. Do të jemi me një ndërmjetëse për të na treguar disa prej mënyrave më të shpejta për të zgjidhur, le të themi, çështje të ndryshme që lidhen pikërisht me këtë plagë, siç e thash, shoqërisë tonë. Ndërkohë, në pjesën tjetër kemi një bisedë mjaft interesante për historinë e dy motrave të cilat kanë një lidhje jo vetëm gjaku me njëra tjetrën, por edhe një lidhje përmes hipnozës. Si ka ndodhur kjo? Duhet të na ndiqni për të mësuar diçka më tepër edhe rreth këtij rrugtimi të dyjave, por që ka sjell diçka të bukur në mes të kësaj marrëdhënieje, jo vetëm përmes motrave. Në kuzhinë, patjetër që kemi receta shumë të thjeshta dhe të shijshme për ju, kështu që shkojmë së bashku të gatuajmë me Albanën. Ja te kemi në kuzhinë, mirëmëngjes. Arra, petë të thata, ujë, vaj. Ç'do na bësh sot kështu? Ja gje. Petanik, byrek, me ara. Mirë. Me ara të njoma, mundësisht. Sa kam frikën fare as për diskutuar, sepse jo kjo, dhe kjo është shikon petë dhe ara i kupton. Po, edhe kur shikon, ç'do të na bësh? Do na bëj këtë Alban, them, mos prit para kohë, them mjaft se ma lër mua gjë. Ai shpesh i kam parë. E di. To receta me kaq vite, po nejse, me ara të njoma, kështu që kanë dalë arat, ja vlen ti Atëherë kam marrë petët e thata, ju mund ta bëni me petët e njoma, por unë mendova që me petët e thata do shkoj shumë mirë. Mund ta bëni edhe me qumësht. Unë nuk e kam kaluar në qumësht, por arat që janë qëruar dhe kam marrë fresta jo nga ato të thasve, sepse është ai problemi që është ai problemi që të gjitha produktet në thas duhet ka patur parasysh kjo gjë, ne kemi diskutuar dhe me ekspert më herët në studio për frutat e thata, duhet patur kujdes mënyra se si i zgjedhim ato, ku i marrim, që duhet të jenë të mirë amballazhuara për të vetmen arsye të alfa-toksinave, të cilat janë shumë të dëmshme për organizmin tonë. Ja. E mirat është t'i qërojmë me gjithë lëvozhgën e tyre. Dhe pastaj të përgatisim recetat të ndryshme, ose t'i konsumojmë ashtu siç janë, ose të bëjmë atë mjaltin me ara që ne kemi shumë qef. Pak ujë. Edhe ty me ato ujin që shtove bëre një eliksir. Pa kur them një dorë lan tjetrën, të dyja faqet. Prandaj mua më pëlqen që unë të veproj dhe ti ashtu siç di në mënyrën tënde, më të mirë ta shpjegosh. Ja. E kaloj këshif njomen. Kaq më duhet. Krijohet, edhe si duket si puna e qumshit të bajameve, që ne marrim qumshi, prandaj dhe unë kjo ishte arsyeja që unë nuk i shtova qumësht. Po, se kanë shtoj dhe pjesën tjetër, normalisht kanë dhe i ndyrë do t'i shtoj pakës fare. Të lëmë t'i mbështetëroj ndyra atyre e shëndetshme. Tyre u bëra një grirje pak akoma dhe më të imët. Një shplarje. Marrim gjithë që ka tepruar aty. Me ndihmën e një nëse nuk do gatuanim petanikun, po do bërnim këtë veprim që bëri Albana tani me ujin dhe me ara, do të përfitonim duke hulluar një qumësht arash
që është aq i shëndetshëm, me yndyrna të shëndetshme, mjafton të lexojmë se çfarë benefitesh kemi nga ara dhe kuptojmë dhe nga qumshi pastaj se çfarë benefitesh marrim. Siç veproi me arat, Albana mund të veprojë një herë tjetër dhe me bajamet. Pjesa tjetër që kullon, që mbetet, e përdorim kujtun për biskota apo për receta të tjera, për kek, etj. Sot do ta shfrytëzojmë të dyja, edhe qumshtin, edhe arrën. Pra gjëja më e mirë është bashkëveprimi dhe kundërveprimi. Bashkëveprimi në produkt dhe bashkëveprimi në një çift. Burë grua, flas, një çift kur je në punë kur sepse një çift shumë bashkëveprime, mirë. Dhe kundërveprimi është kur unë di diçka mbas sipas Albanës dhe Niki di diçka sipas Nikis dhe këtu është kundërveprim dhe kjo është gjëja më e duhur, sepse kur hidhen në shesh. Po. Idet, aty del gjëja më e mirë. Pra kur ne na shikoni që biem dakord për diçka, o jemi shumë të zgjuar ose nuk bën ose s'ka. E lashta sot idet kushtojnë. Idet janë më të rëndësishme, pastaj për t'i zbatohen kollaj, po kush ka idenë është më shtoj vaj. Jo, mua më pëlqen Atëherë shtove pak vaj ulliri, sepse aty kemi dhe yndyrna të mira. Diku te 50 ml ose 100 ml e shumta. Dhe ja ku e kam masën. Po t'i shtoj gjithë masë kripe, normalisht do t'a ndihmoj, sepse unë që do bëj? A do njën petët? Do njën petët. I lash pak vetëm sa të përthithnin njëra tjetrën. Sepse do t'i shtojmë tani njëra pas tjetrës. Marr një garush dhe këtu që e kam të shpejt, sepse nuk e mora më përpara. Ky byreku shkon shumë në këtë ditë të sotme me shi dhe jo vetëm që do dali shumë i shishëm, po mbi të gjitha duke patur arat dhe petët e pjekura në një farë mënyrë që janë më të rënda se sa të butat, do të na japi një drekë fantastike sot Albana me këtë byrekun. Kemi zgjidhur një tavë mesatare, mund të zgjidhni tavën e furrës tuaj për ta bërë diçka më të madhe, pra ju duhen shumë pak produkte, ju duhet një pak opeta të thata, arra, ujë, vaj ulliri, krip. Duhet një njomje shumë e mirë e petëve. Jo, kur themi ne shkele shko. Që të njome çdo sipërfaqe e petës në mënyrë që rezultati pastaj të jetë i dukshëm në shtoj sërish një petë tjetër e kështu me radhë të gjitha petët. Nëse do t'i kisha të njoma, normalisht do më duhej më pak spërkatje me iqin me masën, si të doni ju. Iq nuk quhet masa e lëngësht. Nuk harrojmë furën, ta kemi të para ngrohur. Pa tjetër që duhet vazhdoj pjekja më pas në furë. Te 200, 175, ta them te 200 më mirë. Na e pjek dhe më shpejt. I që do të them dhe një sekretimi. Do t'i them sepse këtu në një shpi jemi. Dikur kur nuk isha pjesë e ekranit, e kam thënë vazhdimisht që vajzë nuk kam qenë mirë fare në gatim vajzë. Bas ato gjëra flenin të kun. Dhe kam shikuar shumë emisione jashtë. Kur erdha këtu, 2004 në disi e tillë, fillova të ndjek gatimet. Gjë që më i kolka të kam ndjekur gjithmonë. E di. Çfarë më pëlqente? Më pëlqente mënyra se si ishte sjell mënyra e gatimit. Se si ishte sjell. Dhe pa mburje, fare, njeriu që e solli ishte i vetmi dhe unik këtë mënyrë gatimi. Dhe vërtet e mban flamurin në këtë pikë. Çfarëdo nuk vjen kush me këtë lloj tradite dhe në të tilla emisione. Absolutisht. Prandaj të kam ndjekur shumë. Po këtë arsye. Faleminderit. Si më theti mua, Kolka? Kolka. Më pëlqen shumë.
Ose kur më ka një mamçja. Se kam bjemër të bukur. Dhe kjo ishte e vërtet zemra. Të nderuar. Jo, nuk më pëlqen këto elozot absolutisht fare. E vërtet zemra. Faleminderit. Tani... Do më thonë që kur ke qënë çup këj muhabet. Jo çupë, jo, isha diku te 33 vjeç. 33 vjeç. Pa, Çupë me ke çupë qënë. kisha jashtu. Ato bëmat e tua jashtu nuk kanë të krahasuar. Nuk kanë, jo, nuk kanë. I thosha motrës, dëgjoj, i thosha motrës, unë të lajtë gjitha çarçafët, vetëm ti bëj një muhallebi. Ai shqef e kishe. E kisha për test më tepër. Sidomos brumin. Do të punojmë dhe të dim se çfarë drite kemi brenda vetes tonë. Asnjë nuk e dim. Po, nuk e Dhe di nuk jo. duhet ta mohojmë se çfarë fshihet, çfarë potenciali fshihet brenda nesh, në çdo moshë. Tani, Ka njerëz që kanë patur fatin t'i njoh edhe në studio, që kanë zbuluar talente të tyre të cilat nuk i dinin për gjatë gjithë jetës dhe i kanë zbuluar në moshë, nuk po them moshë të madhe 60 vjeç, po përsëri vonë quhet për ta zbuluar një talent dhe ka nisur pianon, ka nisur shkollën, fakultetin e fundit. Po, fakultete. pra nuk pati durim, bëri një qeverisje të këtij popullit 3 muaj, Po, dhe më pas. shkollën e vetë e mbaroi. Po. Një dek të caktuar në 65 vjeç. O, zot, po, kam lëbuar shumë. Toj dhe ato 2 lugët e fundit të Do t'i shtoj, më do t'i shtoj. To nuk i dua më. Të bëjmë njomën e duhur të petëve, kjo është më e rëndësishme. Pastaj ta vendosim për të pjekur. Diçka tjetër do t'i hedhim sipër, jo, vetëm njomjen me garuzhet Mua e më pëlqen fundit. që gjithmonë të shtoj. Ja, besoj se janë njohur mirë petët, se e kemi shtuar bollshëm E edhe largoj dhe duhet eliksirin e arave. Ja. Tani unë e punoj, kur thonë zamet e kemi për e pakës kripë. krip, po. Nuk e punoj më me lugë, por filloj, ja. Sepse është e mjaftueshme, luga nuk hyn më në punë këtu. Që të ngjeshët dhe në atë Patjetër mënyrë që edhe po. Ja. ngjiten petët edhe zbuten po ashtu nga uji qumshti arrave. Bëjmë një përsëritje së bashku të recetës së byrekut me arra, edhe pse ju e ndoqët që janë pak produkte për tu përdorur për këtë recetë, që shihni 200 gram arra, një gotë e madhe me arra të qëruara, 50 gram vaj, 200-300 ml ujë do t'ju marri, do t'i grini më pas me ujin, dhe një pako petë të holla të pjekura, dhe krip sigurisht për të rregulluar shijen. Të janë përbërësit, do t'i gjeni edhe në kanalin ton zyrtar në YouTube, bashkë me këtë mënyrën që ndoqëm tani të përgatitjes. Ne do ta vendosim për të pjekur, do të shkëputemi për ofertën e sotme nga Prostatol, rikthehemi shumë shpejt për recetën e dytë. Tava me spinaq do të vi tani për recetën e dytë tonën, së bashku do të lexojmë produktet dhe shpresojmë që dhe ju t'i keni 2-3 produkte prej tyre që të fillojmë se jo ta gatuajmë së bashku. Pra, tavë spinaqi me beshamel. Nëse keni spinaqin aty të bërë gati, se jo të gatuajmë bashkë. 1 kilogram spinaqi freskët, i larë pastruar dhe i prerë, 2 lugë gjelle vaj ulliri, 1 qep mesatare, 2 thelpinj hudhër, 50 gram gjalp, 3 lugë gjelle miell, 700 ml qumësht i ngroht, 1 lugë çaj armyshk, 150 gram djath kaçkavall, djath i bardh i thërmuar gjithashtu, 50 gram, dhe krip piper i zi. Vazhdojmë të gatuajmë, tregojmë tani hapat njëra pas tjetrës, djathin e kemi marrë nga lufra, e lëm këtu bashkë me kosin. Fillojmë me procesin. Gjalp, vaj. Pyesi pak, zonja, që gatuajnë sot? Kam kuriozitet, ditë me shi, dojnë fasule, thua, do kenë bërë? Fasulja otë, no me shit, do bëhet. Unë fasule kam etër për vete. Edhe unë kam fasule, mëse vrit menja. Po kam një grosh. Me shumë perime, kështu. Di që kam një sekret, Të fasules. ma do mëndja që pa kam visa e bëjnë këtë gjë. Ma do mëndja. Jetë fresh fasuleve. Po, la, misa, to janë gjëra. Po, to janë... Përbën sekret, qa jetë Ja. fasuleve?
Për trashën e fasules, edhe që të dali më kremoze. Qa jeti? Miell. Miell, miell. Apo diet, një Ajo seshte. diet, jo. Ta pyesim, ti pyesim Anvisa se na kryove Jo, do kuriozitet. t'ale deri në pjesën e gatimit groshës, pa tjetër. Okej. Ja, tani na tregoni pak se çfarë mund të hidhet fasuleve për të trashur logun. Jo miell dhe jo një seshte se u dogjën të dyja këto. Ti, a i di sekretet e punës tënde? I di moj. A, bravo, kësham edhe unë. Po si di unë, ç'quhen sekrete? Bravo, prandaj do të them janë sekrete, sepse sekreti është mjelli. Tu ta gjejmë. Po Nuk është sekret. për anësat e reja sekret është, nuk e din. Gotat e reja, edhe unë nuk e dija dikur. Tani e di. Ja, sot janë në gatime janë flak fare. Woltin direkt to për rosisin dhe për gatime është të shtëpi. Ja. Po shpallatit. Ose këto gatimet që janë trendi virale, që janë jo të traditës, kuptohet, pa tjetër, që pse jo, i mbështesim. Tani, me numrin që keni në ekran, na tregoni se çfarë mund t'i shtoj dikush prej jush fasuleve për t'u trashur dhe për të qenë kremoze. Se mos është qumshti, më dhe ta djek. Jo. Okej, e heqim në këtë pjesën. Qumësht jo. Miell një seshte jo. Ju do t'a gjeni se çfarë i shton Albana fasuleve për t'i trashur. Edhe këtu në stafin tonë mund të na vidojnë përgjigje, mund të na tregoni. E ke menduar mi çfarë ishte? Stafi jo se kanë parë për gatitjet. Po mund të kenë qenë dhe anvisat shumë të vëmendshme. Nuk e gjuaj atë gjë. Do t'ja u lë anvisave ta thonë, kam dhe një përgjigje që mbase deri diku. Ja të presim zonjën e parë. Përshëndetje. Të përshëndesim, mirëmëngjes. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Nga ana telefononi? Për shumë të mira, nga Gramshi. Nga Gramshi, të përshëndesim. Si është koha aty, po bieshi? Po bieshi. Bieshi, në gjithë vendin Po, pas këshis. si mirë, të javash. Ju shohem për të ditë dhe... Faleminderit. Faleminderit. Mendoj se është patatja, Patatja, për të trashur lëngun. është patatja. Jo, Jo. s'qen ka patatja. Dhe pse Jo, të falenderoj që merr dhe të them drejtën, u gëzova që se gjete. Ja ta pyesim pak zonjën nga Gramshi, çfarë ke gatuar sot për drek? Fasule apo ndonjë recetë tjetër? Jo, sot do bëj një tavë me patate, se kështu kam filluar. Tavë me patate. Nga që nuk kemi gaz, na u ka marru gazi edhe kështu që kemi korrentin edhe fusin kurrë. E vendosni në forë. T'ju bëj mirë, faleminderit shumë që na telefonove, t'u urojmë një ditë të bukur. Tjetër telefonat, ç'na bëre moj, as patate as ishte. Ja. Alo, Medita. Përshëndetje. Medita, përshëndetje. Të përshëndesim edhe ne, nga na telefonon? Faleminderit, nga Tirana. Nga Tirana. Po. Çfarë gatuani ju sot në familjen tuaj? Sot do bëj me qepujka, mish me qepujka. Mish me qepujka. Sa e mirë që është ajo recetë. Sa e shishme. Po, vërtet. Ke gjetur qepujkat vogla? Po, ka urdisim ato me atë salsën. Çfarë shtohet? Shtohet edhe tomate, dafin, piper të zi, pezdjek. Është tradicionale që quhet stifallo me llojin e mishit që është bukurin, kështu quhet stifallo. Ju bëft mirë. Për këtë kuicin që na krijoi Albana, ishte e pa planifikuar, por që me interesin për ta mësuar dhe ne. Po. Ke ndonjë ide? Mendoj se trahana, mendoj. Trahana? Ja. As trahana? Ja. Ja. Dreqke. Dreqke. Kur urita u plaka. Nuk është as trahanaja. Të falenderojmë shumë një herë. Të urojmë ditë të bukur. Të mundohemi ta kalojmë të ditën me shi, kështu duke qeshur edhe duke luajtur bashkë. Presim një tjetër telefonat, përshëndetje. Mirëmëngjes. Si jeni? Jemi shumë mirë, shpresojmë që edhe ju të jeni sa më mirë. Dhe ju ndjek çdo ditë, më bëhet qejf. Faleminderit. Të puthim shumë. Faleminderit. Ajo bëhet, unë e bëj vetëm me fasule. Marr fasule nga gjella, i bluar,
në mikser dhe hedh brenda. Dhe ja shton që të filloj Besoj se kjo është. Ha, Albana? Jo. Jo, kur na thot në fund Albana që asgjë nuk i shtoj. Jo, i shtojmë. Unë këtë e kam parë në Greqina dhe fa Aleksiadi. Aha. Ju përshëndesim. Të përshëndesim. Edhe me të përshëndesim. Faleminderit shumë për telefonatën. Ditë të bukur. Të shtoj njetën këtë lloj ambisash. Prit të dëgjojmë se kjo do ta gjej tani. Lutem vetëm sot mos e gjeni. Amisa do ta gjej sot. Përshëndetje. A të shtoj pak çipe? Mirëmëngjesi. Po, të dëgjojmë. Nga po telefonon? Alo, mirëmëngjes. Të përshëndesim me dashur. Nga Kuçova. Po, mirëmëngjes. Të përshëndesim. Po bie shipe edhe për të kuisin. Për kuisin që është atëherë se dielli. Po, të dëgjojmë, ne jemi të fasuleve. Po. Okej. Keni një ide? Një ditë të mbarë, edhe një sezon të mbarë, por unë mendoj që është soda e bukës? Jo. Soda. Jo. A soda. Jo. Shën ka soda. Atëherë sodën e bukës së fasule. Jo. Ne vendosim për ta zbutur. Okej, faleminderit, mirëpafshim. Të përshëndesim. Zjem më kollaj. Po se i thashë gjitha, po pri këtu kanë për të vendosur qepën. Se u gëzova dhe nga gëzimi lash edhe gatimin. Pra këtu kanë për të vendosur qepën e thatë. Nëse ju nuk keni qepën e thatë, vendosin shumë mirë qepën e njom, të ka urdisur me pak vaj. Jo, ma silni telefonatën. Dhe shtoj, do të shtysh kohën, mbaroj emisioni që mos gjendet, jo. Moj me telefonatat këtu. Unë me telefonatat. Përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Unë mendoj se janë fasule që të i shtyp. Jo. E tha një zonjë për para jush që me fasule, pra i bëjmë kështu si i shtypim ose i kalojmë në mikser edhe i shtojmë. Në moment që ne marim për shembull qepën, karotën, specin i vendosin, të pa prera. Kjo është, e gjeti? Jo, i marim këto dhe i kalojmë i frullojmë, por jo. Çfarë ke gatuar, mos mu largo, çfarë ke gatuar sot për drejt? Ne vendi nga anët tona, nga Korça, ne shtypim me furizin e lugës. Më kështu i bëj edhe unë në shtëpi, po s'qëm nga kjo po mos edhe unë kështu i bëj, dhe unë kështu i bëj, po, është i sekret, edhe unë kështu i bëj. Nuk bëjmë dhe një çudim të madhe unë. Është produkt apo? Futet e produktet e konsumueshme, që ti ndihmoj pak. Nuk ka lidhje, nuk është abstrakte kështu. Edhe shumë biles. Është produkt. Po. Nuk është abstrakt, po të pyes është produkt, nuk fillon me D. Ajo që themi ne gjithmonë. Jo, nuk fillon. E përshëndes shumë zonjën. Me më fillon, jo miell, jo mjalt. Pra kemi përjashtuar mielin, sodën, fasulet, qumshtin. Me më fillon. Na telefononi, pra, na gjeni përgjigjen. Po, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, ka shumë telefonata, ndaj edhe... Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Të përshëndesim zonë nga telefononi. Mirëmëngjesi, Tirona. Mirëmëngjes. Nga e kemi këtë zë të bukur dhe me energji? Nga Tirona, Nga Tirona dhe juve. Në ndoqe? O Tironse. O Tirona është e jona. O Tirona, o kampionja. Me fasule më zot ditë kampionja. Edhe se... Aman mos më gjej produktit, dhe lutem. Ta dëgjoj pak. Do ta gjej sotën se jam për Tironës. Dëgjoj, të mora me të mira që mos gjesh produktin. Se ka bo grosh sot. Ke bo grosh sot? Se po vishja pra, e në ija ime, e ka pas bo me pras. Këtë po thoshim e Niki në mëngjes. E thash, unë ja thash gjitha, preshe, miele, sode, miseshte, patate, fasule. A mama, di sa i përdorni ju atë produkt?
Për fëmijët. Prasi për zoti, prasi. Përdoret shumë e produkt për fëmijët. Mje Lorizi. Ja. Sa që të përdorim ne për fëmijët. Nuk e gjete dot. Edhe pse ke bërë fasule, dëgjoj deri në fund që t'ja shtosh të produktin, me qënë se nuk po e zbulon Albana. Po na boni kështu, Tirana gjallë ka pas groshët veta. Po shumë thjeshme, tironësit e bonin groshën, kokra dhe long, po ha? I kokër groshin... Më të keqen, të themi të drejtën, gatimin e groshës e mban Juglindja, Jugu. Ne tironësit e kemi... Me pastërmaje. Ne kemi tava që i qajmë, pasaj këto groshët e gjona... Na e një linin e groshët. Po. Me sa është kilogram? Kishë me vëz, kishë bërekon me qumër. Më mirë, kena këto gabxen, këto... Të pyesim pak, kuj ke blerë groshët e sa është kilogrami? Se kam iden të vitë sa ka shkuar. Groshët, inshallah më janë ullmo, se vjetë u bon 5.000 lek. Sa ishin vjetë? 5.000 lek, vjetë. 5.000 lek, mirë, se është me 7 i kam parë diku, prandaj të shofim, do të studujmë të pjesën, do të asjesim në moment tjetër. E kemi bërë dikur një shkrim ne, ta ngëlliku i groshëve, çmimi, tani të gjejmë dhe të kuicin, domethënë shumë sa të vështirë na e bëjnë të fjatë tradicionale që ka dhe shumë vlera dhe benefite për shëndetin, pak kuici Albanës, pak çmimi tyre, ç'a të themi tani. Dhe me thonë drejtën nuk jam lodhë hiç fare me gjithë produktin. Si e lodhur fare? Jo, fare. Më ka dalë kështu, tak, më ka dalë. Tjetër telefonat kemi, apo do ta tregojmë pas publicitetit? Do të shtoj pas publicitetit. Jo, tu le të shtoj që kudrën, flasim çik publicitet, domethënë. Ti mjafton të këtë shkokën mbrapa dhe i gjenë. Pa bëjë që krej gjenë vetë. Gjeta më duke. Tani, bëjmë një përmbledhje çka ke bërë këtu ti te tava, se... Pra, të gjitha u thamë që i bëra. Shtova mielin, bëre beshamel. Bëra beshamelin duke shtuar me ujë, me qumësh. Nëse s'keni qumësh, shtojni me ujë. Op, iku kjo. Shtoj dhe hudrëm të brënda. Te tava tjetër, qepën e thatë, nëse s'keni qepën e thatë, qepën e njom. Unë i kisha qepën e njom dhe shtova qepën e njom. Dhe kam shtuar spinaqin, jo të këta ka urdis, por të marë... Sa të zbute, të uli pak volumin e vetë. Ja, edhe hudrën. Po tregojmë pak të dyja... Ja, kaq. Enët tani, edhe do kalojmë në publicitet. Pra, deri në këtë fazë kemi recetën e tavës me spinaq dhe beshamel. Në njërën anë kemi bërë beshamelin, si që dini ju të gjithë. Tha boni në anën tjetër, qepën e thatë, qepën e njom dhe spinaqin. Në këtë fazë po e lëmë këtë recetë, rikthehemi pas publicitetit dhe për të vazhduar me kuicin mendoni pak ndërkohë. Mirë se u rikthyet në pjesën e fundit të hapësirës tonë të gatimit, për përgatisim një tavë me spinaq për anvisat që sa ju bashkuan në ekranit tonë, ndërkohë kemi vendosur byrekun me ara për të pjekur dhe unë për pak minuta do të asjell atë në tryez. Ndërkohë vazhdojmë të jemi në emocionet dhe në ethet e kuicit që doli befasisht dhe shumë spontanisht këtu në programin tonë. Shtoj pak aromyshk se... Tek e aruam të thosh, tek sa thamë për beshamelin. Pjesët e tjera do të shtoj. Tani për të treguar sinqeritet dhe transparencë, ma tregoj Albana se çfarë ishte ai produkti. Ndërkohë do të kemi në ekran sërish numrin e telefonit dhe ju presim të telefononi për të na treguar se çfarë mund të shtohet, ju mund ta keni gjetur, shpresoj shumë, mund të keni lexuar, shfletuar e me radh, ose nga eksperienca e ndonjë anvise mund ta ketë gjetur se çfarë shtojmë tek fasulet për ta trashur dhe për ta bërë lëngun më kremos. Kemi treguar disa variante dhe atë çka Albana përdorë, se dikush mund t'i trashi me fasulet t'i bëj ato më kremoze me produkte që ne thamë, por ajo që ti vetë personalisht dhe e kemi realizuar edhe në program, për kaq mund t'ju ndihmoj, pra e kemi sjell në recetën tonë të përgatitjes së groshëve, sezone më parë. Produktit është ma, e dyta është u, të tjera rafoj vetën pëstaj. Këtu do të marrë djathë. Po, do t'i shtojmë edhe djathë tek pjesa e beshamelit, djathë kaçkavall, djathë të bardhë nga lufra, nga produktet e lufrës që kemi në tryez. Ndërkohë, për të treguar dhe por shifja gjatë publicitetit, por shifja pak faqen e shqiptarja.com dhe por shifja dëborën e parë në pamjet ekskluzive që sjellin kolegët tanë, dëborën e parë që ka rënë mëngjesin e sotëm,
nëse i keni pami mund të ndihmoni, shifeni pak dëbora e parë për këtë vit në Kukës në Shishtavec. Gati 10 centim, Albana, të duket një 10 centim dëbor. Temperatura sigurisht që janë ullur. Se kuptoj. Pritet që këto 3 ditë të ketë këto ngriva shkriva temperaturat, njërë ekstreme, njërë më konstante, dhe më pas sërish do të rikthehet gjendja e një moti në stinën e vjeshtës. Lexova pastaj që janari do të jetë një muaj më i ftohtë, por gjithsesi gjithë ky dimër nuk do të ketë temperatura të acarta, do të jetë një dimër normal me temperatura. Gjithsesi këto janë pamjet e para ekskluzive që sjellin gazetarët tanë, kolegët tanë nga Kuksi dhe që janë publikuar sigurisht në rrjetet sociale të shqiptara.com. Dëbora e parë për këtë vit, 2 tetor. Lumë kuksianët. Shijojnë. Pamje e bukur është bora, është pastërti. Për shembull, ne të Tiranës që nuk kemi borën, themi sa bukur Kuksi. Po unë një gjë nuk kuptoj, Kuksi më të bukuri pse vjen në Tiranë. Për këtë tym që lëshojnë makinat, për këtë ndotje, për të punuar. Normalisht. Për një jetë më të mirë, po që ka pikpyetje dhe kjo pjesa e metropolit. Është kaq e mirë. Dhe kam shtuar djathin e bardhë, kam shtuar djath kaçkavall, çfarë do lloj djathrash të keni ju? Trashja e beshamelit, pra e kam edhe pa vezë fare. Çfarë po shef? Shof çka ke për të gatuar më pas. Është receta që do gatuash tani me fasule. Po. Shtoj edhe pakës ujë fare këtu dhe jam shumë në rregull. E shtojmë në tavë? Po, e shtojmë në tavë, mund të marr edhe pak. Po të duam ne për shembull. Telefonatat të vazhdojnë, të japim mundësi ambisave të shprehin mendimin e tyre në lidhje me produktin, sepse tani do të vjojmë me përgatitjen e fasuleve, do të jetë aty mes produkteve dhe ai që Albana bën diferencën për t'i trashur lëngun e fasuleve. Ndërkohë, unë po sjell në tryez, për ta parë dhe ju nga afër, recetën e parë. Kjo është receta e byrekut me arra. Do ta lëm të ftohet, të kullojë dhe më pas ta shijojmë. Gjithë tryeza e sotme është fantastike. Të gjitha recetat sot janë për t'u gatuar dhe për të mos u humbur. Byreku me ara, tava tani me spinaq, që është e thjesht, e lehtë, siç tham, ka urdisëm qepën e bardhë, qepën e njom, spinaqin sa të uli volumi, përgatitëm më vete beshamelin, duke i shtuar dhe djathin brenda, duke i shtuar dhe armyshkun, dhe tani i përziem bashkë në një tavë. Këtë tavë do ta vendosim në furrë. Ele në këtë tavë. Po të dua që Po. Dëgjoj, jam e ku jam, shif. Jam e ku jam. Pak, okej. Se të pyeta unë që do bësh me petët që në ngelën nga byreku, e ti i riciklon. I shtojmë disa petë të thata, ne i kemi, nuk është domosdoshmëri dhe pjesë e recetës. I kam, prandaj dhe po i shtoj. Nëse dhe ju kanë tepruar se i gatuani të dyja këto receta, mund t'i shtoni pra petë të thata, si për i përmbledh ato lëngjet, i jep kur të piqet një stres krokante. Edhe sot do t'i mbaroj këto petë. Po. Presim telefonatën. Mëngjes. Përshëndetje. Nga telefononi? Mirë. Po, nga Përmeti. Edhe njerëzojnë nuk ju dëgjova. Nga Përmeti, të përshëndesim Përmeti. Ke ndonjë ide? Jeni shumë të mira. Këna të shikojmë. Faleminderit. Nuk se do jetë makarona? Makarona? Jo. Është me u, është u gërma e dytë. E përdorim, t'i ndihmoj pak këtë produktin. Po përdorim shumë shpesh tek fëmijët. Fëmijët e vegjël, tek ato që shkojnë në shkollë, që nuk duan ushqimet që gatuajmë ne, duan ushqimet e gatshme. E përdorim në për salca, kur bëjmë ato sallatat. E tash e prishe fare. E thashë? Po thuj se thuje fare, jo më se thuj. Ja për ta ndihmuar. Edhe një? Mustardi. Bravo. Amo i Niki. Po, mustardash. Unë po ta dija para publicitetit, do t'i kisha ndihmuar dhe gjatë më parë, por realisht nuk e dija se ky kujci doli kështu befasisht, spontanisht nuk e kishim menduar.
Mustarda është, po, mustarda. Të lumt, po një të lumt me hile. Të lumt, po një të lumt me hile. Se gati sa se tha. Të lumt. Kjo tregon që edhe unë e bëra shpjegimin mirë si duhet. Të lumt. Trigje mos e këpu, të përshëndesim. Më thuaj pak dreka jote cila është sot, çfarë ke gatuar për drekë? Më përshëndesim, një shumë të tjera. Edhe ne Të përshëndesim dreka jote, ma thuaj pak para se të largohesh, miku zonja. Në një recet për metit ka bërë, se sot si ditë me shi. Shife sa bukur, sa këndshëm doli spinaci, e vendos në furrë dhe shkoj të marrë groshët. Tani ne do përgatisim fasule, si për t'i përshtatemi pak dhe ditës së sotme me shi. Besoj se dhe shumica për jush kanë zgjedhur këtë recet. Dihet që kur ka shi, së mos shiu i pari vjeshtës ta ofron këtë recet të fasuleve, recet tradicionale, ku ne do të përdorim edhe një truk të vogël për të trashur lëngun e tyre. Ju mund të përdoni mënyrat tuaja, idet tuaja për t'i bërë ato më të shishme, po kjo është mënyra se si Albana i gatuan fasulet në shtëpinë e saj. I tregojmë pak produktet e recetës tonë të tretë. Shohim pak në ekran, ndërkohë numri do të qëndrojnë në ekran, ju mund të telefononi të përshëndetemi së bashku. Fasule me perime, 500 gram fasule të bardha, një qepe madhe, 2 karota mesatare, një speci kuq, 4-5 deg selino, një rrënjë selino që është dhe kjo opcionale, por për t'ja shtuar pak vlerat më tepër, 400 gram domate të grira në rende, 150 ml bajulliri, një lug gjelle mustard dhe krip piper i zi. Kemi diku 6 minuta. I ke zjerë fasulet ti? Ke dhënë një zjerje? Fasulet, pa tjetër, ja kam zjerë. Shtoj. Me pak blenderin ku e kam unë këtu, ja. Ke blenderin të grënë qepën t'i vendosim, dhe t'i lëmë të zjenë, sepse dim që tani nuk mund të presim, për 5 minuta nuk zjenë fasulet. Albana ka bërë një punë para prake, i ka dhënë një val. Shtoj karotën, si kurse, edhe qepën në blender, derisa ngrohet e nxerja, që unë akoma nuk kam shtuar vajin, nuk e kam shtuar vajin, sepse nuk dua të shtoj vaj, dua të shtoj vaj edhe ujë. Kaq. Direkt. Atere, te groshët, para se ne t'i vendosim në ujë, shtojmë limon. 3 feta limoni, një sekund, të fasulja. Përse e shtoj unë të fasulja fetën e limonit? Kam ardhur e lexuar mirë sot. Çfarë i bën fasulës? Sepse ruan ngjyrën, ruan strukturën e kokrës dhe pengon gazrat. Aha. I kaloj të gjitha produktet në tenxhere. në tenxhere. Ma bëj me shenjë mua që duhet ta mbyllim. Kam Salcën. salcën e specit, specin e kuq, të gjitha, Po. kripën, Cilat ato do karodiselino? piperin dhe mos të harroj selinon, rrënjën e selinos, se gjithja është më pas, Po. dhe nuk harroj Produktin që mustardën. na bëri bashkë me Një lugë ambisat. plot me mustardë. Okej. Një trazim shumë të mirë. Nuk duhet fare t'i zjej, sepse do më Do marri vazhdoj aq zjerje. kohë Po. dhe pjesa tjetër e groshës. Dhe derisa ne të tregojmë në rrjetet tona, po ashtu edhe në kanalin tonë në YouTube, do ta gjeni recetën e plot, shifeni pak byreku me arra, tava me spinaq dhe me beshamel, to janë 2 recetat e para, dhe fasulet. O, pas është gjysëm e bërë. Po, kjo është tryeza jonë për sot.
Groshët do të vazhdojnë të zjenë, që të zjenë dhe perimet. Me mysafirin ton që kishim guest star, kush e gjën kuizin, që ishte Mostarda. Bëri Hilenik, po hajde. Bravo, i qofshori. Më, e me radhë, të lumë shinduar. Shihemi pas pak, pas fleshit informativ, ju pres. Mirë se erdhët në Reze Dielli. Sot me ndërmjetësen zonjën Drita Avdyli do të ndalemi tek një tematik, një nga plagët më të mëdha të shoqërisë tonë, pronat dhe konfliktet. Nga trashëgimia e gjyshëve, prindërve, tek konfliktet, armiqësitë që ndodhin ndër breza, mes familjeve, mes vëllezërve dhe motrave, shpeshherë procese gjyqësore që zgjaten e stërgjaten dhe asnjëherë nuk kemi një rezultat që i kënaq të dyja palët, cili është roli i ndërmjetësit në ditët e sotme, pse duhet zgjedhur ai për të përfunduar më shpejt edhe shumë benefite të tjera këto çështje të rëndësishme, e po ashtu do të flasim edhe për ligjin e bashkëpronësisë të miratuar në korrik të 2025-s. Mirë se erdhë zonja Drita. Mirë se gjetëm dhe ju uroj gjithë mirat për këtë sezon të ri pas pushimave. Faleminderit, më pëlqen dhe luku yt i ri. Faleminderit. Dukeni shumë mirë. Dukesha pak më e re, pastaj mund t'i bëj konkurencë. Edhe Albana. Bukur. Ta marrim pak më me seriozitet këtë çështjen e pronave, sepse edhe ne kemi shumë mesazhe që na shkruajnë qytetarët. Ndoshta një ditë mund ta lëmë edhe me telefonata për të marrë një informacion, bisedë me qytetarët. Për t'i sqaruar që mos të gabojnë ose si t'i zgjidhen problemet e tyre nëse do kenë. Pse gjithmonë sa herë flitet për pronat, shqiptarët përfundojnë në gjyqe, përfundojnë në konflikte, përfundojnë në armiqësi dhe nuk flasin një të tërë me familjarët e tyre. Kjo ndos sepse gjatë jetës së përditshme ndoshta ky ritmi i shpejt i ka bërë që mos ta kenë vëmendjen ke gjëja kryesore. Dhe kur vjen puna, pjesën fundore të saj, pastaj i ndizen gjithë antenat për të krijuar konflikte, për të prishur gjithë balancën e marrëdhënieve që mund të kenë në familje, në bashkëpronësi, në punë e kështu me radhë. Mirë po që të kemi një shoqëri më të qetë, që të kemi një drejtësi më sociale, gjatë paketave të reformës drejtësi u bë dhe ligji i ndërmjetësimit, ku nëpërmjet këtij ndërmjetësi, personi të licencuar nga Ministri i Drejtësisë i zgjidh të gjitha konfliktet pa ju drejtuar fare gjykatës. Ose nëse ato janë në procese gjyqësore, kjo nuk i pengon që t'i drejtohen një ndërmjetësi. Pra dhe nëse nuk kanë një informacion më përpara, nuk e din ose nuk duan, kur janë në procese gjyqësore, ato pa ndërprer ato, mund të shkojnë tek një ndërmjetës, sepse është një zgjidhje shumë e shpejtë, zgjidhet brenda disa ditëve. Po, ka shumë avantazhe, për shembull, e para punës që zgjidhja një herë është titull ekzekutiv. Do të thotë që ai ekzekutohet direkt, pra është si një vendim i gjykatës së apelit. Pra ti ka përcen direkt në ekzekutim të kësaj marrëveshje. Një tjetër e mirë sepse palët marrin vesh dhe fillojnë të komunikojnë me njëra tjetrën për zgjidhjen, pra marrin pjesë në zgjidhje, ndërsa në gjyq mund të përfaqësohen nga avokati, gjyqtari nuk i jep të drejtën, shtyhen seancat, ka një seancë shkon gati një vit, kështu që ti ke haruar si shkon ose të pengon ose një fitim i marr pas 20 vitesh është shumë i pakët për shkak të inflamacionit. Pra si është ajo fjala e urtë popullore që më mirë një vezë sot se një pul mot. Gjithashtu një e përsi është sepse ti e zgjedh vetë ndërmjetësin dhe nuk ka dy avokat si mund të kenë në gjitha llojet e çështjeve, dhe është një ndërmjetës për dy palët. Dhe avantazhi tjetër që është më kryesori është, e tham shpejto që është i shpejt, është shumë konfidencial dhe zgjidhet brenda. Është më i drejtë ndërmjetësuesi se sa gjykata vetimi? Shiko, gjyqtari gjithmonë nxjerr një palë të humbur dhe një palë të fituar. Nuk sheh aty që palët mund të kenë një ditë të bukur, mund të zgjidhin dhe vetë nëpërmjet një kompensimi me njëra tjetrën. Kështu që ka shumë avantazhe, plus që komunikimi midis palëve i bën ato nëse kanë ardhur të dy palët të mllafosur me kurriz ndaj njëri tjetrit, ato gjatë komunikimit, gjatë pirjes një cigare, krijohet afrimiteti dhe fillojnë ulen ato gjakrat që shqiptarët i kanë gjithmonë në fillimet e seancave të tyre dhe vetë bin dakord nëpërmjet komunikimit, pra çelësi i komunikimit është dhe arritja e zgjidhjeve të gjithë. Që pronat të mos jenë një mallkim, po të jenë një bekim. Pra edhe ato familje që kanë prona,
prap ndizet një konflikt midis tyre. Cili është gabimi që bëjnë vëllezërit, motrat me njëri tjetrin në ndarjen e pasurisë, atë pasuri që ja kanë lënë prindrit? Bukur, nuk respektojnë për shembull afatet ligjore ose nuk i dinë ose nuk kanë informacion që të shkojnë të bëjnë për një pronë të caktuar, të shkojnë tek noteri për të bërë një testament. Pra nuk e kemi në traditë. Në kulturën tonë. Kështu që duhet patjetër ajo nuk parashikon as të largimin e parakoshëm të një personi, as nuk sjell në një tërslëk, por lën të qetë marrëdhëniet midis palëve. Pra, një person, ose burrë e grup mund të shkojnë që të lejnë një testament, sepse ndodh, sipas statistikave që kemi, personat kur largohet nga jeta e papritur, atëherë ndodhen dhe konfliktet midis palëve. Ose nëse nuk duan ta bëjnë të gjë, pra secili pretendon për kontributin që ka dhënë në të. Sigurisht që një tjetër argument i mirë do të thoja që ne duhet i lexojmë gjërat që shkruajmë, që firmosim. Për shembull, kur shkojmë pra dëshirojmë të marrim një shtëpi të re të bukur, nxitojmë për të vrapuar për të marrë një kredi, kur vjen puna që ekzekutohet, nuk i lexojmë dokumentat dhe firmosim aty pa lexuar. Ky është një gabim shumë i rëndë, sepse ti akoma nuk din dhe tu lindin konfliktet e para të pronës, kur e merr me kredi. Ose një tjetër, kur shkojmë dhe blejmë një pasuri, nuk i lexojmë ato. Një gabim mund bëhet pa dashje nga noteri që sjell një konflikt të mëvonshëm. Ose nuk kemi atë edukimin ligjor që t'i bëjmë gjërat gjithmonë me dokument, pra edhe nëse blejmë një diçka të re ose japim një, duhet gjithçka që të jetë e shkruar. Për shumë kemi pas rastin të një emigranti i cili për shkak se donte të kursente, për shumë 20 euro, 50 euro komisionin financiar, i sjell ato parat kesh, gjë që nuk është as e mirë për të nxjerrë burimin e fitimit të tyre, por ti nuk ke një dokument që këtë lekë ja ke dhënë vllajt për të bërë një legalizim. Dhe dhënia e parave kesh, jo vetëm që fshesh shumë gjëra, por nuk ke një dokument që nesër pas nesër, nëse ti i ke lënë prokurën vllajt ton për të bërë një legalizim, ai legalizim del në emër të vllajt sepse ashtu janë procedurë. Pra këtu fillon konflikti. Pra qytetarët duhet të kenë një informacion momentin që blejnë një pronë që e përdorin, apo për shembull një konflikt që ka rrjedhur ditët e sotme është dhënia me qira, sepse përdoruesit e pronave i japin ato me qira. Unë i këshilloj qiradhënësit që mos i japin ato me afate shumë të gjata, ose mos ndrojnë emrin tek libreza e ujit ose dritave. Sepse na ka ndodhur në shumë herë, në shumë raste të cilat ne tani i kemi në procese, kanë qenë gjykat, kanë ardhur në ndërmjetësim, sepse ndrimi i emrit, nëse jep një banesë me qira për 10 vite, qiramarrësi, nëse paguan dritat dhe qiran me emrin e tij, ndofta e merr dhe pronën në mënyrë të padrejtë, në thojza, nëpërmjet fitimit të parashkruar. Pra duhet të paralajmërojmë dhe qytetarët për këtë rrezik që mund të ndodhi. Pra mos i ndryshoni emrat e tek librezat e ujit dhe tek dritat. Dhe mos jepni qira për afat gjatë. Me afat gjatë. Duhet gjithmonë një vjeçare dhe me afat të rinovueshëm. Një tjetër element themun që çon për një drejtësi. A ka ndodhur raste konkrete? Mund të më tregoni një rast konkret dhe si e keni zgjidhur ju si ndërmjetëse? Një rast ka ndodhur, jo një, po disa raste ka ndodhur edhe rastet tek qiradhënësit, i cili nuk ka përmbushur kontratën, pra kontratën që kanë bërë midis dy palëve dhe ka sill momentin që mos dali akoma nga shtëpia që ka marrë me qira, sepse personat që kanë dhënë ambientet me qira kujtojnë që po të shkojnë në polici, personi del. Nuk del, policia nuk merret me nxjerrjen e personit, sepse ti atë e ke dhënë me dëshirën tënde në fillim fare. Kështu që personat që nuk paguajnë qirat, janë raste që vinë në ndërmjetësim dhe zgjidhen nëpërmjet një ndërmjetësi, sepse gjejmë metodat që ky qiramarrësi të dali duke përdorur disa, jo vetëm komunikime, por edhe ligji i bashkëpronësisë me administratorin ka dhënë rolin e ndërmjetësit për këto raste. Pra jo vetëm në mirëmbajtjen e ambienteve të përbashkëta, që jo pak kemi pas konflikte për komshit, sidomos në rregullimin e ambienteve të përbashkëta të ashensorit, në keq përdorimin, nëse prishet një diçka në një ambient të përbashkët, ka sjell jo pak rastet që
midis 2-3 komshive, ka pasur dhe çrregullim të marrëdhënieve midis tyre. Kështu që unë e theksoj, i them dhe dëgjuesve që përdorimi i ndërmjetësimit jo vetëm që zgjidh konfliktet shumë shpejt, por rregullon dhe marrëdhëniet miqësore, marrëdhëniet midis njerëzore, prandaj ne e quajmë atë drejtësi sociale. Ka ndonjë rast kur familjar, vëllezër, motra nuk flasin për një jetë për shkak të një prone të tillë? Patjetër, të ka bërë përshtypje, çfarë ndjesie të jep? Ne patëm në shoqëri të tillë të ashpër. Shiko, prona ka sjell ndofta në momente të keq menaxhimit ose të gjaknxetësisë, ka sjell dhe prishje të marrëdhënieve familjare midis vëllezërve dhe motrave, biles ka sjell në ato raste dhe që ndofta ka sjell vepra penale, plagosje apo vrasje vetëm për shkak të pronave. Pata edhe një rast të fundit të një emigranti nga Fushkruja në Itali, i cili jo vetëm që kishte kontribuar në shtëpinë e tyre 3-4, por nga grindjet apo nga konfliktet që kishin sjellë, se fjala nxjerr fjalën pastaj, ai me fjalë çante dhe ndronte, thoshte paktën të hyj paktën tek shtëpia ime. Ne jo vetëm e zgjidhëm këtë rastin me ndërmjetësim, por rregulluam dhe hëngrëm një drekë gjithë, babai me 3 djemë që rregulluam marrëdhëniet midis vëllezërve. Ku qëndronte problem, pra ky donte që të ishte pjesë e shtëpisë pasi kishte kontribuar në të, ndërkohë pjesa tjetër nuk e lejonte apo? Jo, vllai nuk e lejonte sepse gjatë procesit legalizimit ai kishte ndjekur këtë gjithë dokumentat, kështu që dhe momentin që dorëzon dokumentat duhet personit që të jetë vetë. Kështu që ky vllai kishte bërë legalizimin të 3 kateve. Mirë po vëllezërit në këtë rast e mirë besojmë, për shembull tek një vllai vogël, por keqpërdorimi pastaj sjell që e gjithë banesa u legalizu në emër të vllait në kohë kur 2 vëllezërit e tjerë kishin kontribuar në mënyrë financiare, por jo shumë të dokumentuara. Kështu që kjo në mënyrë të pavetëdijshme nga mungesa e informacionit kish ndodhur apo edhe nga mirëbesimi që ka vllai tek vllai, duke mos bërë dokumentat asnjëherë me shkrim dhe me fjalë. Por që vjen momenti që krijohen këto konflikte. Ne konfliktet pronave kemi pas dhe gjatë periudhës së tërmetit, i cili rrafshoi disa prona të cilët ishin lënë kolateral në bankë dhe nuk ekzistonin më. Kështu që kredia vazhdonte të paguhej, personat nuk kishin shtëpi apo ambiente të biznesit, për cilën paguanin dhe kredi, kështu që kjo ishte një konflikt i madh që ne futëm pastaj në rol edhe bankën, edhe kompaninë e sigurimit, ku ishte bërë sigurimi i kredis, dhe personat të cilët po paguanin kredi dhe nuk ishin pronë më. Një shtëpi, prindrit largohen, kjo shtëpi, këta prindër kanë djem dhe vajza. Si ndahet kjo shtëpi? Në fakt, sidomos gjatë regjimit martesor, të 2 bashkëshortët janë kontribues të barabartë të pasurisë. Kështu që 1/2 e pasurisë është e bashkëshortit, 1/2 është e bashkëshortes. Në momentin kur largohen në një ambient tjetër ose kur largohen nga kjo jetë, atëherë në mënyrë të barabartë, pra nëse largohet nëna, 1/2 e pjesës së nënës, pra nëse kemi një të tërën, 1/2 e nënës ndahet nëse ajo vdes dhe nuk kanë lënë testament, 1/2 i kalon bashkëshortit dhe 1/2 i kalon fëmijëve. Fëmijët duhet me mirë kuptim dhe me sigurisht që të firmosin për të kaluar tek një person, vllai ose motra i cili do kujdeset për prindin. Gjithashtu, unë pata një rast... Do më thënë, konsiderohet shtëpia si ne në kulturën tonë një ulëm djemve. Jo, kjo është... Gota është dere botës. Jo, kjo mirë. Mundet që teorikisht i themi këto gjërat, mundet dhe ti trashëgojmë. Ligjërisht nuk ekziston një gjë e tillë. Si vajzat dhe djemë kanë pjesë të barabartë ose janë trashëguese të barabartë të pronës. Nëse vajza ja len me dëshirë dhe kjo tek ndërmjetësi vjen e firmos, absolutisht ne plotësojmë dëshirën e klientëve që t'ja lë jo vetëm vllajt motrës, mund t'ja lejmë besës, mund t'ja lejë dhe një personit të cilët mund t'jetë në vështirësi financiare. Pra, këto gjithë llojet, por të gjitha këto me aktmarrëveshje ndërmjetësimi. Ne patëm javës kaluar një tension biles midis palëve, sepse erdhi një vajzë nga Hollanda, e cila ishte studente, kishte vdekur babai dhe përpara noterit ishte firmosur me një smundje të keqe, nuk ishte firmosur, por me gisht, që ja kishte lënë vllai motrës, jo trashëguesve të vet apo ish bashkëshortes. Në këtë rast, tensioni ishte shumë i madh, sepse
dhe ish gruaja, bashortja, dhe fëmijët donin pjesën e pasurisë së tyre, të cilët në mënyrë të rregullt ose jo, ne nuk i hymë kësaj, sepse palët vendosin vetë, e kishe lënë tek notiri, por me gisht. Atëherë ne kërkuam dokumentin nëse ky person i cili kishte ndruar jetë kishte arsim apo jo, pra sepse mosha ishte e re dhe nuk bënte nga ato raste që ishte moshe vjetër dhe mund kishte lënë si puna gjyshërve tonë që lenin gishtin, atëherë nëpërmjet këtij dokumenti vërtetuam dhe ofruam palën tjetër e cila ishte kokfort për të ardhur në ndërmjetësim, që të ndahen në mënyrë të barabartë. Kështu që kjo u arrit dhe kjo studentja do kalonte direkt tek gjykata, pa kaluar te ndërmjetësi, do të zgjaste më shepër, jo vetëm që do zgjaste më shumë, po ndofta kjo do ishte edhe një vepër penale, sepse nuk mundet një person i cili di shkrim me kondim që të lë me testament, të lë në trashëgimi pra me gisht, jo në testament, pra në trashëgimi jo të firmosin në faqe. Kështu që jo vetëm mund të kishte një vepër penale, plus kishte dhe një vepër civile. Ne mendoni që ky konflikt, plus ishin prishur marrëdhëniet njëherë midis palëve, sigurisht, por kishte sjellë një keq përdorim të pronës nga ana e palës përfituese në mënyrë të padrejtë. Kështu që jo vetëm rregulluam marrëdhëniet, po ndofta neve hoqëm ose ulëm një konflikt që mund sillte raste penale në të ardhmen. Ka raste kur klientët mund të manipulojnë, të tundojnë për t'u dhënë të drejtën atyre edhe pse nuk mund ta kenë, ndodhin në raste të tilla me sysh. Palët, të dyja palët mundojnë dhe kujtojnë se kanë të drejtë. Unë nuk i them që ato nuk kanë të drejtë, por ndërmjetësimi është i bukur sepse ul njëherë pret palët veçmas, pastaj ul ato të dy në tavolinë në mënyrë të barabartë. Kështu që ti i shef aty, çfarë kërkon njëri dhe çfarë kërkon tjetri. Dhe në mënyrë ato janë aty prezent, pavarësisht se mund të pretendojnë më shumë, por zgjidhja që i ofrohet nëpërmjet ndërmjetësimit është një zgjidhje që i kënaq të dyja palët. Pra, dhe ti e merr ato direkt. Në momentin që firmoset dhe bëhet akt marrëveshja e zbatueshme, pasi është titull ekzekutiv, ekzekutohet direkt. Do të thotë që sa firmosin palët, ajo ekzekutohet dhe nuk ka nevojë për vendim gjykatës. Pjesa e testamentit, a pi ujë kur është e shkruar me shkrim pa shkuar tek noteri, që palët mund të ndryhen, të ndryshojnë ndonjë gjë të testamentit, për shembull, një ndër këto është dhe shkrimi me oligraf. Ne kemi të drejtë të gjithë të bëjmë me shkrimin tonë, pastaj ta nënshkruajmë atë, por ky pastaj duhet dorëzuar tek noteri dhe duhet që të rri dhe të archivohet aty. Ky ligji i Korikut 2025 që quhet ligji i ri i bashkëpronësisë, çfarë të reja sjell, si ndikon tek ndarja pasurive të përbashkëta mes vëllezërve, motrave dhe në fakt, ky ligj rregullon marrëdhëniet, sidomos të administrimit të pronave të përbashkëta dhe në një mënyrë të drejtë për drejtë që dhe administratorët të jepnin përgjegjësi për punën që bënin. Pra, pavarësisht se ne pagunim çdo ditë, pa ai nuk kishte asnjë faturë fiskale, nuk kishte drejtë. Pra, kishte të drejtë që të na merrte neve për administrimin, por të drejtë ligjore pastaj përpara një organi ose përpara një ndërmjetësi nuk kishte. Bashkëpronësia, jo vetëm që rregullon marrëdhëniet për sipërfaqe të përbashkëta, për taracën, për pjesën e oborit që është i përbashkët, apo dhe për pjesën e garazheve, por këtu kemi fut për herë të parë rolin e ndërmjetësit që duhet ketë pastaj përzgjidhur të gjithë këto konfliktet nëse arrihet në bashkëpronësi. Pra, gjithë administratorët do kenë listën e ndërmjetësve për të zgjidhur çdo konflikt që ndodhet aty. Unë për teleshikuesit i them që lista e ndërmjetësve ndodhet tek Ministria e Drejtësisë. Ndërmjetësi është një person që mund të patjetër, bëjmë dhe seancat online me nënshkrimin elektronik, por është një person i licencuar. Ne sapo kemi filluar trajnimin fillestar, 1 vjeçar, dhe personat jo vetëm me formim juridik, por mjafton që të ketë mbaruar shkollën e lartë dhe ciklin e dytë, i nënshtrohen këtij trajnimi 1 vjeçar dhe licencohen nga Ministri i Drejtësisë. Faleminderit shumë, zënja Drita. Por gjitha shpjegime, ndoshta një herë tjetër mund t'ju lëmë edhe hapësirë qytetarëve për të pyetur në lidhje me çështjet e tyre që i shqetëson dhe pse duhet të drejtohen tek ndërmjetësi për të marrë një zgjidhje më të shpejtë pa konflikt të çështjeve të tyre. Nëse kanë kërkesë qytetarët, mund të lëmë për shumë një herë për çështjet penale që zgjidhen me ndërmjetësim, çështjet civile, tregtare, marrëdhëniet e punës, apo dhe divorcet që arrihen vetëm me një seancë, qoftë dhe jashtë,
pa shkuar fare në gjykat, duke lëshuar urdhrin e ekzekutivit Edhe me më për pak kosto. aktmarrëveshjen. Për të mos zgjatur më shumë në çështet dhe në seancat gjyqësore. Punë të mbarë dhe faleminderit. Dhe jo vetëm kaq, ne jo vetëm ndihmojmë punojësit e gjykatës sepse ulim ngarkesat, po edhe qytetarët se kanë zgjidhje shumë të njësoj shpejtë. sikur e kanë çuar çështjen në gjykat. Ka publicitet të dashur miq, rikthehemi pas pak. Mirë se erdhët sërish në Rezen tonë. Në këtë hapësirë do të ndalemi tek një histori e bukur, e jashtëzakonshme do të thoja, dhe është një përvojë shumë unike që ka ndodhur mes dy motrave, të cilat kanë një lidhje jo vetëm gjaku, por edhe përtek saj, më tepër një lidhje shpirtërore dhe mendore mes Lorenës dhe Aurorës. Për herë të parë, hipnoza vjen si përvojë e përbashkët mes tyre në një rrugëtim të mbushur me emocione, reflektime, përjetime unike, aq sa Lorena, nga kjo përvojë unike, ka shkruar librin Jetët e Supremit. Lorena Shele është në studio me mua, mirë se erdhe Lorena. Ndërkohë, në Skype do të kemi motrën e saj, hipnoterapisten, Aurora Shele de Angelis, të cilën ne kemi patur edhe më parë në studio ku kemi njohur profilin e saj. Të përshëndes Aurora. Nga Hawaii, apo jo, ora shënon diku rreth, jemi në mbrëmje. Po. 11 e darkës. 11 e darkës. Të falenderoj shumë, do të jemi gjithë kohës në bisedë së bashku për të njohur këtë histori të bukur dhe të veçantë mes ju të dyjave. Bëra një bisedë paraprake me Lorena dhe mësova se si 13 histori unike të jashtëzakonshme erdhën në këtë libër Jetët e Supremit, pikërisht nga përvoja transformuese që ti ke bërë motrës tënde përmes hipnozës. Dhe ta japim si lajm tani, si fillim, ky libër shumë shpejt do të jetë dhe në një shfaqje teatrale, për herë të parë në skenën e teatrit, një dukuri artistike vjen hipnoza, pra si një dukuri artistike për herë të parë. Do të ishte shumë interesante, janë 13 histori të bukura. Më thuaj pak Lorena, si lindi kjo ide, jo vetëm për librin, por për të provuar këtë hipnozën si terapi? Pse t'u desh? Qasja që unë dhe Aurora kemi patur gjithmonë ndaj spiritualitetit dhe zhvillimit personal ka qenë që në kryet herës për të themi. Por Aurora ka qenë personi i parë që ka qenë më e hapur ndaj kësaj bote dhe pastaj avash avash më futi në të dhe mua. Unë e quaja thjesht intuit, e quaja vete një person i cili kishte një qasje ndryshe të themi ndaj marrëdhënieve, njerëzve, situatave, por brenda intuitës. Dhe kur pastaj u bashkua me Aurorën, e cila filloi të mfusë në botën e saj të hipnoterapisë, theta healing dhe proceseve të tjera po terapeutike, aty kuptova që ndonjëherë është shumë e rëndësishme që ti vësh veshin e duhur atyre momenteve dhe atyre situatave për të sjellë një version gjithmonë më të mirë të vetes tënde. Tani njerëzit po pyesin, Lorena është në Shqipëri, Aurora në Amerikë. Seancat e hipnozës i keni bërë jo online, apo i keni qenë përballë me njëra tjetrën? Në të dyja rastet. Në të dyja rastet, mund të ndodhi dhe online. Po. Aurora ka startuar hipnoterapinë, do flasi besoj dhe vetë më pas, por para mbi 10 vjet. Dhe librin në cilën unë kam shprehur 13 hipnoza ka qenë 13 ato të cilat transformime që lidheshin me një tematik, me një ndjesi apo një situatë që kishte të bënte me mua. Por seancat ka qenë të shumta, kanë qenë mbi 50, ndoshta edhe gati 100, sepse në 10 vite ne kemi qenë gjatë gjithë kohës në kontakt me njëra tjetrën, duke dashur për të mos ia lënë rastësisë ose faktit që çfarë ndodh me ty dhe okay, le ta pranojmë këtë gjë, okay, çfarë ndodh me mua, po si ta përmirësojmë veten time, çfarë duhet bëj unë për të qenë gjithnjëherë edhe më të mirë, për të qenë më e lumtur, për të qenë më mirë me veten dhe sidomos me njerëzit e tjerë në situata dhe në marrëdhënie të ndryshme. Dhe gjatë gjithë këtyre viteve, normalisht me uljet, ngritjet, si çdo njeri ka, kemi arritur të themi që ta kalojmë veten në një nivel pak më të lartë se nga vetdia jonë e zakonshme, të kalojmë në nënvetdijen dhe të kalojmë në mësimet e supremit i quaj unë, që janë edhe... Po, do të flasim dhe pak për specifikat edhe elementet më të rëndësishme. Që në të dyja rastet e kemi bërë seancat edhe kur kemi qenë së bashku, edhe në distancë për mes. Aurora, ti si hipnoterapiste, me një eksperiencë, jo vetëm në vendin tonë, tani ke pacient nga vende të ndryshme të botës. Si ka qenë për ty kjo eksperiencë të kesh paciente motrën tënde, në një farë mënyre, për ta transformuar
hipnotizuar edhe përmirësuar veten e saj? Unë e konsideroj veten një person me shumë fat, sepse një nga vështirësitë më të mëdha në hipnozë është të gjesh persona të cilët të bëjnë besim. Dhe nga motra ime kam gjetur personin i cili më bën më shumë besim nga kushdo tjetër. Pra kur unë fillova të studioj hipnozën në 2012, pra mbi 13 vjet, më përpara ajo që duhet bërë, përveç anës teorike, sigurisht dhe praktika, por sa persona e besojnë një person që sapo ka filluar procesin e hipnoterapisë, kështu që motra ime në thonjza mu desh që të krijoja pra atë ekspertizën, që të punoja sa më shumë në mënyrë praktike për të parë se si hipnoza funksionon tek personat. Dhe është shumë e rëndësishme pra raporti i besimit mes hipnoterapistit dhe klientit ose pacientit. Kështu që Lorena ishte idealja për të kryer hipnozën sepse futet shumë shpejt dhe kollaj në hipnozë. Në Shqipëri mbase hipnoterapia, hipnoza nuk janë shumë të njohura si terma dhe si praktika. Ndërkohë në botë, patjetër që janë më të njohura dhe njerëzit i praktikojnë. Për çfarë ndihmon hipnoza, Aurora? Për çfarë njerëzit duhet të qasen drejt kësaj praktike? Për çfarë i ndihmon më së shumti ata? Secila nga personat që deri më sot mund të kemë bërë mbi 1000 ose 2000 seanca dhe secila nga personat vjen me problematika të ndryshme, megjithatë do thoja që edhe pse problematikat janë të ndryshme, ne të gjithë jemi njerëz dhe problematikat në fundit janë të njëjta. Pra secili nga ne ka pyetje në lidhje me cilat jemi ne, çfarë po bëjmë ne në këtë tokë, në misionin ton, me veten ton, pastaj marrëdhëniet shpirtërore, marrëdhëniet me bashkëshortin, me partnerin, me fëmijët, me lekun, karrierën, por gjithashtu dhe për çështje shëndetësore, shëndetin mendor, shumë persona vijnë dhe më shojnë për shëndetin mendor, për anktin, depresionin, dhe mbi të gjitha për gjendjen e qëllimit të tyre në jetë, që është praktика me 19 vjet. Ky është rasti i Lorenës, thot. Surprezi. Dhe lidhja me 19 vjet, pra edhe pse si teknik është e re, nuk është e re, megjithatë nuk njihet shumë, është e bazuar në diçka që ne të gjithë kemi, pra lidhjen me subkonsciencën tonë, e cila është aty për të përgjigjur përgjigjeve tona. Sado lloj përgjigje që ne mund të kemi, përgjigjen ne i gjejmë gjithmonë brenda vetes, por hipnoza ndikon që të arrijmë atë gjendje qetësie në të cilën ne mund t'i dëgjojmë përgjigjet që ne kemi brenda vetes. Lorena, ti si paciente e motrës tënde, sa terapi të ka bërë motra dhe si do ta përshkruaje këtë transformim? Për çfarë të ka ndihmuar dhe më trego pak çfarë eksperiencë ke përjetuar? Çfarë ke përjetuar në ato momente, në ato terapi? Të largëta dhe të afërta. Atëre, fillimisht, do të them që hipnoza si proces nuk ka asgjë për të patur frikë. Pra ti je në një gjendje dremitje të themi në momentin kur ti je duke zhvilluar hipnozën. Sigurisht do e këshilloja që ta bëjmë një person profesionist, sepse normalisht duhet të nxjerrësh ato anë të cilët ti ke nevojë, mbi të cilat ti duhet të punosh, dhe është shumë e rëndësishme që të kesh një udhëheqës, për të themi, siç ishte në këtë rast Aurora. Është një proces i cili të identifikon disa element shumë të rëndësishëm të vetes tënde, siç po thoya më parë, një ndër pyetjet që unë kisha ishte cili është ky mision madhor për cilën jam këtu, si një person që përpiqem të bëj shumë gjëra njëkohësisht, përpiqem të jem e angazhuar gjatë gjithë kohës, thoya, okay, po duhet të ketë diçka edhe më të madhe se sa kaq. Ose në marrëdhënie me njerëz, çdo kush prej nesh i ka ndodhur që mund të jetë lënduar diku, mund të mos ketë ditur ta trajtoj si duhet një çështje të caktuar dhe thoya, okay, you can do better, pra ti mund të bësh më mirë se kaq. Dhe çfarë më pengonte mua për të bërë ndoshta më mirë se kaq. Dhe të gjithë këto elementët, sigurisht thash, nuk ka asnjë frikë apo asnjë lloj ndroje që ti të punosh me veten tënde, por duhet të jesh pak e hapur për ta bërë këtë gjë. E hapur nuk kupton, është ajo që të thash që në fillim kur ne po flisnim pak, e kisha shumë të rëndësishme të dilja në një libër me emër me mbiemër. E kam menduar gjatë dhe të thoja që okay, mund të dal pra si një anonim, por sa do të ndihmonte ty apo dikë tjetër kjo gjë. Sepse përjetimet personale janë ato që bëjnë që njerëzit të identifikojnë veten me to. Dhe duke identifikuar veten, pastaj ti je i gatshëm që të ndryshosh atë elemente të jetës tënde që nuk po të ndihmon më në rrugtimin tënd. Domethënë, në fund të ditës, a jemi këtu për të qenë realisht të lumtur, të kënaqur, që të bëjmë më të mirën tonë,
pse ta pengojmë për veten. qenë të lumtur dhe të kënaqur? Vetja jonë. Vetja jonë. Ti më Kishte mësimi im. Po përmende që jesi në gjendje dremitje. Këtë ta bën hipnoterapistja, pra ti nuk je në gjendje ky proces nuk fillon në gjendjen tënde të gjumit. Ti rrëfehesh në një farë mënyrë. Ti tregon pak kënaqësi, tregon pikpyetje, Ti zgjedh dilema. disa pyetje. Ti shkruash paraprakisht në bashkëpunim me hipnoterapisten dhe të thuash për çfarë duam të punojmë në sot dhe cilat janë elementet që duam të nxjerrim. Pasi ke shkruar ato, ti ulesh ose shtrihesh diku dhe pastaj hipnoterapistja bën një pjesë para përgatitore duke të folur dhe duke bërë që mendja jote të futet në një gjendje të caktuar që pastaj ti jesh e gatshme për të folur. Dhe kur je në këtë gjendjen e dremitjes, aty është momenti pastaj që ti je më i lirë se kurrë, po, sepse ti fillon flet, tregon dhe udhëzohesh nga këto pyetje, por jo për përgjigjet që ti duhet marrësh. Pra, në këto 10 vite Aura s'më ka dhënë kurrë një përgjigje dhe sot ta pyes dhe them, "Ok, pse e kam bërë këtë gjë ose atë gjë? Pse ka ndodhur kjo situatë?" Nuk marr asnjëherë një përgjigje. Domethënë, mos mendoni që është aq e thjeshtë kesh motrën hipnoterapiste se nuk ta bën. Aurora, pse nuk ja jep këtë përgjigje Lorenës? Që ta gjej përgjigjen vetë? Pikërisht, sepse përgjigja roli i terapistit nuk është që t'i japi ty përgjigje, është që të të lidhi ty me veten tënde që ti t'i japësh vetë përgjigjen vetes tënde. Do doja të dija nëse ka ndonjë keq kuptim për hipnozën, çfarë nuk është hipnoterapia ose çfarë nuk është hipnoza? Për gjithë ata që mund të keq kuptohen me këto terma. Hipnoza nuk të bën ty të bësh diçka kundra vullnetit tënd. Përkundrazi, hipnoza të lidh. Një nga frikat është që unë do them gjëra të cilat nuk jam gati ose të cilat nuk dua t'i di. Të mësojnë të tjerë, po. Subkonsciencia jote, e para një çdo seancë është konfidenciale, kështu që askush tjetër nuk do mësoj asgjë për ty, ngelet mes meje dhe persone në fjalë. Madje unë vetë kam programuar veten time që të harroj çdo seancë në të cilën marr pjesë. Kështu që ndonjëherë kam persona që rikthehen dhe më thonë të kujtohet se çfarë doli te seanca jonë, unë them jo, kështu që do më rikujtosh pak sepse jo vetëm që bëj shumë, por sepse për mua është shumë e rëndësishme konfidencialiteti. Ti the që ke bërë 1000 seanca të tilla, madje edhe më shumë. Edhe më shumë. Si thash, nuk e numëroj dhe kam bërë që nga në Shqipëri po, nga Franca, se në Francë isha kur fillova përgatitje, kur fillova të mësoja mbi hipnozën, në Amerikë, në Australi, në Afrikën e Jugut, gjithandej. Dilemat më të mëdha të njerëzve që duan të vinë tek ti cilat janë? Pikpyetjet më të mëdha, ekzistenciale. Ato që ju thash. Po, ato që ju thash është cili është misioni im në jetë, çfarë kam ardhur të bëj këtu, pastaj sigurisht që pyetje specifike ka plot, shumë në raportet me familjen, përse kam takuar një person të caktuar, takojmë nga një jetë e kaluar apo jo, që është ndoshta dhe një nga tematikat e prekura tek libri Jetët e Supremit. Por gjithashtu çështje personale, ndonjëherë edhe nuk do të humbje memori, po momente të cilat personi nuk i kujton dhe do dëshironte që t'i shihte përse i ka harruar, nga çfarë po mbulon ose mbron subkonscienca dhe si mund t'i reaktivizoj për aktivizimin e fuqive tona të brendshme, të talenteve tona që do shta flen, për të rifokusuar mendjen tonë në cilin drejtim duhet të marr, kush është hapimi i radhës, çfarë dëshiroj të sjell në jetën time, të manifestoj në thonjza, përdor shumë manifestim. Ajo çfarë do thoja që dhe Lorena e përmendi është që nuk ka asnjë frikë në lidhje me hipnozën. Dikur ndoshta hipnoza është përdorur për shfaqje. Kam qenë dhe unë në një nga këto shfaqje. Në shfaqje është për shembull ti harron emrin tënd ose bëj si një qend, bëj si një mase, bëj si një fëmijë i vogël dhe janë shumë të rrallë dhe shumë të pakët njerëz që hipnotizohen për shfaqje. Shumica 90% e njerëzve nuk hipnotizohen dot. Edhe në qoftë se dëshirojnë. Pra, hipnoza bëhet vërtet në një ambient të sigurt, në të cilën ti ke një besim me hipnoterapistin dhe je i gatshëm që ta bësh atë punën tënde të brendshme. Vetëm besimi e ndërpret ose e bën të pamundur dikë që të hyjë në hipnozë? Pra, është vetëm besimi apo ka bllokime brenda personit? Edhe sa i gatshëm është ai. Domethënë ka pasur gatshëm është personi, besimi është kryesori. I dyti është që të jetë i gatshëm dhe të ketë një ambient të qetë.
është njësoj pak a shumë si gjumi. Në qoftë se unë të them të shkofli gjumë dhe domethënë të kërcas gishtat, ty nuk të zë gjumi. Duhet që të jesh në një ambient në cilën ti je gati për të shplodhur, je gati për mbyllur syt, për të mbarë kohën tënde, nuk je duke menduar për shembull do bëj këtë gjë, do bëj atë gjë tjetër, e cila nuk të lejon të relaksohesh. Për të dalë nga hipnoza e vendos hipnoterapistja apo pacienti? Të dy. Të dalë nga hipnoza? Kush e vendos? Në kontekstin ka që shkoa, ka që kam kohë, nëse seanca zgjat një orë, po pacienti nuk është gati të dalë. Unë them të dy, sepse ka pasur momente në cilat nuk jam ndjerë më comfortable për të qëndruar në hipnoz dhe e kam kërkuar atë që okej, duhet të stopojmë tani dhe ka ndodhur që siç Aura po thoshte dhe ndërprerja e hipnozës, por dhe fakti se sa i gatshëm je ti të hipnotizohesh, patjetër që është nga gjendja jote e brendshme. Na ka ndodhur dhe ne të dyjave në situata të caktuara. Nuk kam qenë gati për ta zhvilluar dhe sigurisht ajo gjë ka stopuar. E doja të thoya në fakt e kam shumë të rëndësishme, të them vetëm diçka në lidhje me jetët e kaluara, sepse normalisht njerëzit patjetër që mund të besojnë ata çfarë ata besojnë dhe patjetër që janë çdo kush është i lirë ta bëjë këtë gjë. Unë doja të thoya vetëm diçka që nuk duhet të shikohet kaq ngushtësisht, sepse ka shumë njerëz që thonë ne nuk besojmë jetët e kaluara, atëherë kjo gjë nuk vlen. Duhet lexuar qoftë libri, po dhe duhet shikuar gjithë procesi dhe kontekstin në cilën e flasim në një optik pak më të gjerë. Që do të thotë, nëse hipnoza X mua më ka sjell këtë rrugtim, më ka sjell këtë zhvillim, atëherë merr atë çfarë është më e mira për ty nga ky zhvillim. Mos e limito veten që të thuash unë nuk besoj te procesi i jetëve kaluar, nuk besoj që ka jetë të shkuara kështu me radhë dhe ta stoposh veten në atë moment. Pra, unë edhe një kapitull që ne kemi vendosur së bashku me Shpinë Botuese tek libri, është pjesa që pse unë zgjodha Aurorën, besimi patjetër ishte i ndërsjellët, por gjithashtu ishte shumë e rëndësishme për t'i bërë të kuptuar lexuesve në këtë rast, që nuk ka të bëj ky proces vetëm me faktin që ne ishim motra dhe po suportonim njëra tjetrën. Pra është një proces i mirëfillt, Aura bën punën e saj si hipnoterapiste dhe ndërkohë në palën tjetër isha unë e gatshme për të eksploruar këtë botë. Dhe do ishte shumë interesante që këto 13 histori ose disa prej tyre ndoshta t'i shohim në një skenë teatrale. Përsa i takon skenave nuk di të ketë patur dukuri hipnoze, dukuri artistike si hipnoza, ndoshta do tjetër e parë që ta vendosë, kështu që të uroj shumë suksese, bezi po presim dhe momentin që ta vendosësh atë. Dhe për gëzimin se është një shkrim i veçantë, një libër i veçantë. Aurora, diçka që kishe për të thënë përpara se ta mbyllim? Po, do thoja që, do më përgjigjesha pyetjes, ta që një seancë zakonisht zgjat shumë, zgjat 3-4 orë, ndoshta 1-2 orë, ndoshta 1 orë, dhe prandaj vendosem nga të dyja palët se cili person kur dëshirojmë që ta mbyllim. Unë gjithmonë pyes personin, a ka gjë më tjetër, kemë pyetje të tjera, pyes e ripyes derisa personi thotë jo, çdo gjë është mbyllur, është okay, dhe jam gati për një udhtim tjetër. Është njësoj si udhtimet, pra hipnozat nuk mund të bëhen të shumta, por nuk do rekomandoj që të bëhe çdo ditë, sepse informacioni do gjithashtu të integrohet në mendjen tona konsciente. Do thoya për atë çfarë tha Lorena që nuk kam pasur asnjë person i cili ka ardhur me frikë. Kam persona që më pyesin, ok, ka frikë dhe sigurisht që nuk ka asnjë lloj frike, por pasi e kam bërë, e kam pyetur, po tani ke më frikë dhe tha, ua, nuk e di domethënë çfarë, sikur të kthej kohën brapa dhe të toja vetes time që kishte frikë, do them mos hezito se është një eksperiencë e mrekullueshme. Çdo person e meriton që të lidhet me veten e tij, që të shohë se sa shumë është i dashur, i suportuar, se sa shumë punon vetja jon për të na ndihmuar që të ecim përpara. Nuk jemi kur vetëm, jemi gjithmonë të mbrojtur, jemi gjithmonë të mbështetur, të suportuar nga vetja jon, nga ëngjëjt tonë, nga universi, nga krijuesi, nga çdo person i cili familja jon shpirtërore, të cilët ne mund t'i njohim, ndonjëherë kur shohim një person, mund të jetë koleg, mund të jetë shok, mund të jetë një person të cilin mund ta takojmë rastësisht dhe ne e dimë që kemi takuar diku tjetër më përpara. Këto janë jetët e kaluara, ajo njohja në sy ndoshta, njohja e energjisë, njohja që ti e di që edhe pse është hera parë që e ke takuar në këtë jetë, e di që e takuar më përpara. Kjo është ajo që na ndodh kur shohim një person dhe themi sikur të kam parë ose më duket sikur të kam takuar një herë në një dimension shpirtëror, pra themi. Të ka ndodhur më ka ndodhur disa herë. Me mua jo.
Në fakt, ka shumë njerëz që thonë që ja mund të ai libri, po, ka dhe njerëz real të ai libri. Ka dhe njerëz real të ky libri, kështu që mund ta zbërtheni më gjerë. Aurora, të falenderoj shumë, të uroj për punën tënde, si hipnoterapiste, të veçantë, edhe është e lodhshme të bësh hipnoterapi me njerëz, të zhblerosh në të kaluarën e tyre, në frikërat? Në qoftë se doni ta bëni si profesion, duhet keni shumë durim, sepse është vërtet, unë thoj se puna kirurgut që uleni, seanca ime më e gjatë ka zgjatur 9 orë, në të cilën je aty pingull mbi personin duke bërë pyetje, duke qenë aty për të, duke mbajtur dorën, ndërkohë që ai person eksploron skutat më të errta ose më të thella të nënvetdijes. Megjithatë është një punë që mua më pëlqen shumë, që bëj me pasion, dhe diçka tjetër do thoja që mund të bëhet online. Unë jam në Hawaii dhe të gjithë klientët e mi kam në Europë, dhe është njësoj, nuk ka asnjë lloj, jo vetëm rreziku, po vetëm zëri ka rëndësi. Pra, për aq kohë sa ti më dëgjon, është sikur jam aty në studio me ju. Dhe hipnoza është e njëjta gjë. Kështu që mua më pëlqen shumë, sigurisht që ka lodhje, por është një lodhje e bukur. Lodhje e bukur, edhe të shkruash pastaj përmes transformimit. Falenderoj shumë. Besoj se kjo përvojë ju ka lidhur dhe akoma dhe për shumë si motra për te lidhjes së gjakut, apo jo, dhe jeni më të hapura, keni njohur më mirë njëra tjetrën. Shumë faleminderit Lorena, faleminderit Aurora, të uroj ditë të mbarë, mbrëmje të qetë, gjumë të ëmbël. Ne bashkë me Lorena do të kemi patjetër një ditë të mbarë sot. Faleminderit shumë. Gjithë të mirat. Faleminderit dhe juve që na ndoqët, kalofshi një ditë të bukur. Mirupafshim.